atëherë fitojnë kuzhinieri, fitojnë shoferët, fitojnë peshkatarët, fitojnë fermerët, fitojnë ndërtuesi, fitojnë bizneset lokale rreth rrotull dhe në fund fiton pensionisti, sepse janë të ardhurat të cilat vinë në ekonomi. Pse nuk ngrihen njerëzit të thonë që pse na duhet në aeroporti kur ne s'kemi aviona? Po porti për çfarë na duhet kur ne s'kemi anije? Po fabrika e makinave për çfarë duhet se unë nuk kam mundësi të blej makinë? Sepse e dim që vlera e gjitha këtyre nuk vjen nga përdorimi personal. Këto janë gjëra të thjeshta, por janë gjëra që meritojnë të diskutohen, pyetjet janë legjitime, edhe ata që thonë ç'na duhet etj, kanë të drejtën e tyre. Kështu që investimi nuk ndalet, por natyrisht unë jam shumë i hapur, siç kam qenë edhe në rastet e tjera që u përmendët, të flas. Kush do të flasi? Ju kujtohet ajo kur do flasim? Studentët folën dhe kanë përfituar paktin për universitetin dhe që vazhdojnë sot efektet pozitive mbi studentët për konviktet, për kushtet, për laboratorët, për investimet e tjera, kampusit e kështu me radhë, falë atyre studentëve që protestuan atëherë. Ndërsa teoria ndalu ti se jemi ne, me mua nuk ka funksionuar, nuk funksionon dhe nuk do funksionoj për sa kohë unë jam këtu me votat e shumicës së shqiptarëve. Dhe kush thot ne jemi populli, duhet të mendohet mirë, sepse populli është ai që flet ditën e zgjedhjeve. Ne të tjerët jemi të gjithë individ, na bashkon një kauzë, na bashkon një interes, na bashkojnë këngët, na bashkon nevoja për thirrur në kor Edi Rama TQR, por populli është diçka tjetër. Faleminderit.